Në Kosovë sot është shënuar Dita e Evropës, e cila kujtohet tradicionalisht si dita e cila shënoi fundin e luftës së dytë botërore. Përveç manifestimeve të organizuara nga mekanizmat evropian në Prishtinë, aty sot është edhe protestuar për shkak të mospërfshirjes së shtetit të ri në proceset integruese. Kosova aktualisht është vendi i vetëm qytetarët e së cilës nuk mund të udhtojnë lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Leonat Shehu. Evropa shënon sot ditën e fitores mbi fashizmin. Në ditën e sotme të vitit 1945 me nënshkrimin e kapitullimit të pakusht të Gjermanisë, mori fund lufta e dytë botërore. Dita e sotme është quar si Dita e Evropës, në Kosovë është festë shtetërore. Një panair i rrugës i organizuar nga zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian ishte një nga manifestimet organizuara për nder të kësaj dite. Arta i Strefi ishte ngarkuar nga kjo zyrë me drejtimin e manifestimeve në Prishtinë, të cilat ajo i shes si veprimtari që do të ndihmojnë edhe informimin e njerëzve për rrugtimin e gjatë drejt Evropës së Bashkuar. Unë nuk jam politikane, nuk po du me hy në aspektin politik, e di që jemi i largë, po të paktën me anë të këtyre aktiviteteve po mundohemi që edhe ne si kosovarë me tregu që dim të organizojmë diçka dhe dim të respektojmë rregullat, e shpresojmë që shumë shpejt do të jemi edhe ne në Evropë, por ka shumë punë për të shkuar aty. Të pakënaqur me procesin e afrimit të Kosovës me proceset integruese, një grup studentësh protestuan sot nëpërmjet një akcioni para zyrave të Komisionit Evropian. Kryetari i Parlamentit të Studentëve Selim Daku tha se ky aksion synon të pasqyrojë gjendjen e qytetarëve të Kosovës, të cilëve u pamundsohet lëvizja e lirë. Dhe ne me këtë akt shprehim pagnatësinë tonë për mos lëvizje të lirë dhe natyrisht kërkojmë çdo herë nga instancat evropiane, natyrisht Komisioni Evropian, edhe pjesë tona të qeverisjes që të iniciojnë ose të përshpejtojnë procedurat e liberalizimit vizave edhe për ne studentët, edhe për qytetarët e Kosovës, natyrisht, pasi është pjesë e gjithëve. Rruga e Kosovës drejt integrimeve duket më e gjatë se sa e vendeve tjera të rajonit. Shteti i ri, i cili është njohur nga 75 vende të botës, vazhdon të kundërshtohet ashpër nga Serbia dhe aleatja e saj Rusia. Mosnjoja e Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian ka vështirësuar proceset integruese, përfshirë dhe procesin e liberalizimit të vizave. Autoritetet në Kosovë kanë bërë thirrje zyrtarëve evropian që të përfshin shtetin e ri në këtë proces, duke u zotuar për përmbushjen e të gjitha detyrimeve që u takojnë kundruall proceseve integruese. Por edhe shumë ekspertë të kësaj çështje pohojnë se edhe nëse Kosova përmbush të gjitha kriteret, mosnjoja e saj nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian do të pengojë udhëtimin e lirë të qytetarëve të saj. Aktualisht qytetarët e Kosovës mund të udhtojnë pa viza vetëm në 5 vende të botës. Me gjithë pohimet e diplomatëve se Kosova ka ardhmëri evropiane, qytetarët e shtetit të ri duket se do të vazhdojnë që edhe për një kohë të vuajnë, pos tjera shpasojat e mungesës së konsensusit politik brenda Bashkimit Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.